Unë sot vendosa ta ngrije zonin, çka të ndodh ke autoshkolla New Driver, shkaki se shoqja jem që 3 herë që hin leje e ne e zdrojnë. Do me thonë, automatikisht ki është një korupcion pasiv, çka bëhet. Nuk t'i marrën paret direkt, po t'i marrën pjesë, kapak. Do me thonë, shumë për arsye banale, e zdrojnë pa kur një farë përgjësie. Unë kom vendos t'i shkuj kësaj pune një në fund sa kom mundëse. E në mendimën të ujë, sigurisht. Patjetër. Logjika e gjithë kësaj është se në momentin e parë që një kandidat bie nga provimi, testi në qytet, nuk bën asnjë orë shtesë dhe pastaj prapë në herën e dytë bie, prapë në herën e tretë ose të katërt, vetëm atëherë e kalon provimin. Ku është logjika? Një kandidat i cili nuk bën asnjë orë shtesë, në herën e parë nuk e kalon, në herën e katërt e kalon. Çka është logjika kësaj? Do me thonë, nuk i marrën paret nëpërmjet korrupsionit që mos kese denoncim, po i marrën paret në mënyrë të mençme. Shteti nuk duhet fjenë ndaj kësaj çështje. Policia nuk duhet fjenë, duhet luftohet ky fenomen që është aktualisht të ne në Maqedoni. Ku është antikorrupsioni ta ndale korrupsionin? Do me thonë, kjo vazhdon me vite ndodhet të ne në Maqedoni. Unë kom 3 fëmijë, mbaj familje. Ku t'i gjej pare? Si t'i mbjetoj kësaj çështje? Është, do me thonë, një fatkeqësi, një problem shumë i madh që jo të ndodhet të ne, e ne besoj që ka ardhur koha bëhet dënise kundër kësaj. Do me thonë, kom denoncuar rastin polici në organet tjera pres reagim. Ky problem folet në popull, ama askush nuk ngrohet bëhet dënise kundër kësaj. Do me thonë, këtë e mbajnë veç që kalojnë kështu si mohabet. Askush nuk merr masa. Unë kërkoj që ki institucion sa më frek të skija shtetit si kur ka konë ma herët. E nuk që se kështu privatizohet nëpërmjet të nderave. Presim organet për reagimin e tyre dhe më pas dhe jesh i informuar.